hajde pak. Kusha ke Rukie? A nuk për një, ha? Diçka po më kujtohet? Është i mahallës. Çka po don këtu? Se po vjen? Po, sile që neje vjene pushon ka pak. Kjerë zonja Almaz. Gëzohem. A u lodhe, Nësa po. a do fa qaja, kafe? Jo, faleminderas. Nuk jam as për qaj, as për kafe, bes as për cigare. Mjeku mi ka ndalu. Një pim, nuk ishte këni pari sot? Po këtu ke pak pares, po dul me fmi. Po. Shumë ditë e nxetë sot. Po kështë prej mos për bje djelin kokë. O jo, bre, mos u po merak. Po e lun me fmi e kthehet prapë në shpi. Po. Më falen që ondër për nga biseden. Ditën e mirë. Zë Almaz, hiç nuk po plakeni. Faleminderit. Njofti për nder. A i pes syti vizlun? Po, profesor, se ke njofta? Po më kujtohet. Ko ka plak shumë bre Rukie? Pa i s'është që di edhe që se njofta, se kom harru kur e kom pa. Rukie, nëse këthet a një pim, t'lutna, thujlet vjen të shpia. Po, mëra mos u bën merak, se si t'vjen kom i thonë që t'ka lip gjyshi. I ka pun të keq i shkreti. Djali madh ju ka vranë luft. E djali vogël, ja kanë marrë policia kur mos ja kanë këtu. E u met me jetu me nusën dhe me nipin. E po vika me pi qajt e ti, ha? Jo, vjen që shtu ka njëherë habitet e vjen e rinë me babin. E ky nipi, idealit? Po, idealit madh, që ati që ju ka vranë luft. E nusja i punon pastrusën komun. Na ka ardhë pleqni e keqe më Rukie. Po, valla Almaz, shumë e keqe, shka me bo. A e pa, profesor Okon e me qfar tesha del. Më e tash më kujtu. Hiq ma larkë se dje, shprej sa mur mi regullu librat në biblioteket, dhe tash hajtë po ndemaj. Kur ty palu librat, pisho 2 libra të këti profesorit fizikës. Qka është jeta? Po, halan shkollë mësojnë me libra ti. Po, omet, ma zoma keq. Që ato tesha që i pat, ja ka fal një koshi se për para dilke pondel. I pas ka pun të hëllë dhe me i dare, me sa po. Po, valla, bol keq jam. Shumë keq. Sot ju një maft. Zona, dhej që ka e mëse i lajune. Jo, një laj se ti s'mundesh. Po lodhesh më i vi.
Dhe ishte invalid. Po. E çka bëj ke? Në cilën klasë ishte? Ai nuk shkon në shkollë fare. Kur nuk ka shku. Hiç s'po shkoj ka në shkolla? Qysh me shku? Ai invalid është, fare nuk het. Nuk ka as nën as bab. E kishte vetëm gjyshen dhe motrën. E çka mujna me buna për të? Shkojmë të gjithë e vizitojnë. Gëzohet shumë. E gjyshja e ti, nashta në përzën apet. Nuk na përzen, kur e din që kina shku për bardhin. Duhet mi qu diçka. Duhet mi ble diçka, se cilë mi qitë ka 1 euro. Që oni pori, 2 euro. Që unë 1 euro. Që unë 50 cent. Gent, a krejt bordën tone pas ke prua? I pruna mu njoftu me bordhin. Unë jam Zana, motra e bordit. E janë i mas mija. Prit një pak. Mos rrini si gjinoha, ke është njëso ma shumë. Qështë se ka emrin? Valla je, po bardhe ka emrin. Hajde ti ndihmojmë. Bardh, këta janë shukët e mi. Kanë ardhur me të vizitu.
S'ka pas nevojë. Bardh, tash njoftoj me shokët e mi. Jo ti, po unë du mi tregu. Gjen t'jes recitue si më i dëpt i klasës. A i ka zanat me ikë mësimit. Edhe u dashurun shpresën. Nuk është e vërtet, nuk është e vërtet. Ky ka të gjitha pesë, po motra ja bën detyrën. Hec bish atje. Zona, ku është gjyshja? Ka shku në punë. Gjysha joni pastron shtëpit e fqinjeve. Luaj me bordhin me top. Jo, bordhi nuk mundet. Mundet. Qysh nuk mundet? Dilni prova meje. Bardh, prite. Kape. Zbën kështu, ej. Hajde bëhemi resht. Prite, Bardh. Gjuja. Prite, Bardh. Prite, Bardh. Gjysha, ata po lujnë me top me bordhin. Ane që kam, në të luaj. Bravo, Bardh, bravo. Bravo, Bardh. Gjyshe, këta janë shokët e me. Po birë, po i shoh. Sa mirë që pas këtar. Po jeve bordh. Bardh. Bravo. Lum bardh. Po jeve bardh. A je mirë bardh. Shëmir balum, Bardh, bravo. Bardhi, bravo. Bravo, Bardh. Bravo. Bravo, Bardh, Ndaluni, nuk bën kështu. Bardh, ngritu në këmbë. Jo, bardhi nuk mundet më ngrit me këmbë. Mundet. Edhe mjeku ka provu, por nuk ka mund. Sa për top, ne jemi mjek. Mosni! Gjysha, ata po dojnë me qu bardhin në këmbë. Ani, zamar, ani, veç ruaje mos porzohet. Koma e majtë nuk më mbanë. A në rënë të gjastën? Apo dham koma e majtë, ha? Jo, nuk po më dhamë. Rri vetëm në të djatën, me të majtën mos shkel hiq.
Gjetopin. Shkëlqyshëm bash. A pushojmë pa. A lujna në 2 golla, bardhi referon. Unë nuk di me referu. Den, nuk ka zë me referu. Kur s'kom referu? Bardh, që sa e smut kështë? Që gjithmonë unë kur nuk kam hecë. Koha drekës. Hajdi me ëngrë lëkuma. Hani fmi sen të nxeta. Merë një fmi sen të nxeta. Hajde hani, hajde. Qa ke bërë? Hajde, merë edhe. Edhe që i vogli. Merë. Gjyshe, një halë kuma për djatë. E, djatë nuk ka. Po hanë edhe pa djatë? Hajde. Nuk u qoj mu vënu në shkollë. Bardh, vim prap nesër. Tonë bardh. Ditën e mirë, miru popsë në bardh. Gen? Unë përri me bardhin edhe pak. A din se sot kemi hartim? Thune kujdestore klasës jam smut. Edhe unë kisha net, për nuk guxoj pi gjyshit. Edhe unë zguxoj me ik për mësimet. Shkani jo. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Gent, mirë që po vjen me naj me bardhin. Po mos mungo prej orës mësimit. Kene kitin shpi. Gjyshen. Nanën, 2 motrat dhe vllahun. E babën? Babën nuk e kam. Më kanë vranë në luftë. Ka qenë u UÇK. Edhe baba jam ka qenë ushtar i UÇK-s. Edhe a është vranë luftë. Neve të dëve edhe nana na është vranë luftë, edhe baba të dëtë. Në luft edhe vriten luftarët. Pa ti një shka, ju mos u meni me këso muhabeti. Hajtë këtë një ju punë të juja. Zana, Po, unë shkova se nuk i kom kry krejt punët, veç erdha pak me pushu. gjysha atë vit një maj të lutna. Jo, shpirti në gjyshës, e vogël je po lodhesh. Ma ne edhe bardhin kush me e këqyrë? Shkani jo, unë rri me bardhin, deri sa të vini jo. Mirë, hajde Zana, një mamë me fshi pa plunat.
kuptoj, nuk e di. Fshin, pastrojnë, lajnë. Gjysha ime i fshin shtëpijat e krejt Prishtinës. Edhe nona e gjysha ime e pastrojnë banesën, por vetëm tonën. Me pas televizor, këshëm shiku filma. E kemi në televizorin, por na është prish. Vërtet? E ku është televizori? Erdhë mjeshtri e këshyri dhe tha se nuk ndreshet. Gjyshja e mori dhe e qenë po drum.
Pse po lutesh ka shumë? Mbresën shokën me aty televizorin bardhin. E ku e ka shtëpinë ky bardhi? Kush janë ata? Shtëpinë e ka atje ku më takove, a dit pak më la. A kredesh ti pa lëvizshëm ai shoku yt? Jo, ai mundet me nejt, nuk këm dhe ullur, për nuk mundet me eci. Don, a e din kush mund të jetë ky fëmijë invalid për cilin po flet ky? Nuk e di, jo. Pse? Ylli vetëm për te po flet. Nuk pas ka as televizore. Sot këta shokë po dojnë ja qunje. Një të rëmirë. Vetëm kujdes mos u rrëzo. More, mos është një pirukijes. Gjali dritës? Po thu. Po, nuk njoh fëmijë tjetër invalid në këtë mall. Pasha zotin po. A shemoj non? Sa herë kemi shkutet e zjarukje, kur nuk e kemi marrë yllin me veti. Vetja pas ka gjetë shtëpinë. E po, më dhim se ylli me marrë me pa atë fëmijë invalid, shqetësohet, është po që? E këti. Shkova edhe unë se jam vonë për punë. Mirë po, vetëm tregoj se mas ditim duhet me shku deri te mjeku të bëj një kontroll. Pse zeno, çka s'është vërtet? Mos e dramatizo. Mos e dramatizo, këtë punë nuk është asgjë, vetëm duhet të bëj një kontroll. Normal. Po mirë, atëherë këve reagimin e të vjen edhe ajo ke mjekin e ty, a? Çka po m'duhet agimi? Çka po duhet agimja? Po motor e ke, po e din që sa kohë po i dhem koka, një kontroll rutinore ta bën edhe. Nan, agimja kur gjë hiç nuk ka, vetëm i ka fëmijët e vështirë. Shkova. Inshallah. Ku jeni sti? Jam një zolla, po dal pak, jo mërzit, po më nejt vetëm në shtëpi. televizori? Këtë televizori këna qunë për dromë asëmë se këmë ditë ku është. Po na shton Shqipërisht? Jo, punon shumë mirë, po baba e ka blen një matë madhe këto e ka qunë për dromë. Hajde pra për shkojna. Hajde. Ku e bardh? Qëshi e bardh? Bardh? Qëshi e mje? Ku e bardh? O, bën bardh? Qëshi e bardh? Bardh, ta prunë një televizor. Faleminderit, për gjysha ka thënë se da rregulloj atë tonin. Deri sa ta rregulloni për dërë tonin. Edhe antenën e pas këtë prua? Po, pse kena bukes ta kena prua? Jo, për unë antenën e kam në konë, vetëm televizori është prish. Hajda, be vendosim televizorin dhomë. Jo, peshti nga bardhë njerë masa një televizore.
Skënder, se të kuptova, të hënën ka mungu në shkollë komplet, apo? Po. Të martën ka ikë për mësimet, për orës 5:06. Ashtu është. E të mërkurën? Ka ikë për orës 6. Po nuk ka ikë vetëm ai. Kanë ikë edhe shokët e tij. Që di? Se ka pas ka me ikë për mësimet. Po jo, të asnjë mungesë ka pas deri tash. Nuk po e di. Mirë, të flas me tonë të ta rregulloj punën. Diçka ju ka ndodhur, diçka janë ka përzinë. Se di, këtë klasa janë angazhuar në çështje, po nuk po e di pse. Skënder, me mësime që ka punë? Mësime janë shumë mirë. Seriozisht? Është në nxënës shkëlqyshëm, asnjë katësh nuk e ka. Edhe shokët e tij edhe ata janë shumë të mirë. Janë gjithë nxënës të shkëlqyshëm. Pak las drona, po megjithatë janë fëmijë. Në moshën e tyre, ne kemi qenë të lazrum, kemi qenë shumë pa disiplinuar. Kemi qenë, po s'ka dalë. Nuk di edhe ti. Genti është nuk ka bab. Vllova jem, baba i Gentit, është vëruar në luftë. Edhe tash do të më kujdes edhe për Gentin edhe për familjen e tij, na. Kom vrejt kove të fundit ka fillu mi mungu diçka. Mi mungon baba. E di. Për atë arsye dhe s'tu të guxoj me insistu me... E di, e ka të vështirë, e kuptoj shumë, po... Po me gjithatë unë flas me ta, shumë mirë bëni që më tregove. Edhe besoj që e rregove. Vetëm të lutem që t'jesh pak i kujdesshëm me ta. Banu pak pedagog edhe ti. Mos kite, di si silla me getin. Mirë. Skënder, po shkoj, ne? Numrin të telefonit e kam të thras. Okej, flu. Hajde, mirë pofsh. Mirë pofsh. Qenë ka televizor më i mirë se imi që mu ka prish. Unë e bëj DVD nesër. Unë i kam 3 filma që qenë një CD. Unë kam një CD me kamera më sheft. Qa që në ndërën që një furt. Rini. Nuk pas ka mu shpia me mësafir. Kësa mirë që keni ardhur për bardhë. Bardhë? E zana u këthy për shkollës. Jo gjyshe, së du vanu. Nasa vjen tash. Rini jo, shini televizion. Hajtë prap një ditën e mirë, pa njerë, që keni ardhë hajde një prap. Hajde mirashi, ditën e mirë. Do vim pra. Hajde, prap. Ditën e mirë. Nëse nuk ngutemi, do të vonohemi për orën e parë. Nësë këmë i këpjo orës 6. Asënë për shëna dulë puna sët. Ullë atje. Si duket sot e pas një hub ndeshën. Se ku për dena, Gjafrin? Ashtu po dukni.
A gjosh? Gent, të regam që ka është duke ndodhë me juve. Një ditë s'keni qenë fare në shkollë. 2 ditë tjera, keni ikë prej mësimit. Edhe ju tjerë keni ikë prej orës 5 dhe prej orës 6. Të regam që ka është duke ndodhë. A gjosh, ma nuk kena me ikë për mësimit. Ashtu na dul puna. A gjosh, e kemi gjetë një shok të ri. Edhe ai shoku ju një ri. Ai shoku ju i ri s'pjole me shku në shkollë, a? Jo, ai nuk po na thot. Për shkak tina kena ikë për mësimit. Edhe atë ditë Genti nuk arë në shkollë për mos me lënë vetëm. Kada, s'pjo kuptoj. Gent, të regam që ka është duke ndodhë. Të regam konkretisht. Kështu, unë kështë e lyp Gjekin, qenin tim. E lypa në për burre, në për shpia, ka mës, sën e gjeta. Më në fund e posh një shpi. Edhe kur hina atë mrena, e posh atë djallin bardhin. Edhe Genti taj na tregoj për të, edhe na për ditë për shkojna po lyna me të, se për na vjen shumë gjyna. A gjosh, bardhi është i smut. Smur? Qysh i smur? Është invalid. Nuk mundet me hec. Ai nuk ka shku kur në shkollë. Fare nuk hec? Kont nuk e mojnë heq, me një herë gjuhet. E ju pas ke shku me lujt me bardhin, apo? Po, sa dja qumë një televizor, se as televizor nuk është pas. Janë shumë të varfën. Nesër do t'ja qojmë DVD-n time. Është vetëm me gjyshën dhe motrën. Mire, ku kishin shtëpin? Në atjetrën me hallë, apo vjen atë gjysh të tregojmë. Jo, sot jo, gjithsesi do të shkojmë ne atje, po shkojmë tjetër ditë. A u morën vesh? Kështu, ta shkoni në shkollë, edhe mos ndodh mo me ikë prej orës mësimit. A u morën vesh? Edhe ju tjertë, mos gaboni me ikë prej orës se vesh t'ja nuki. A u kry? Hajde tash, në shkollë. Hajde. Shkoni. Gjyshe, zana u vanu së tepër. Valla edhe unë, jam bo merak. Nashta anal me lut me shoqet e klasës. Nashta, po... Zana kur deri me sot së anal ka të shumë e shoqe. Ku e le çantën me libra, e pas ke hum? Sot nuk kam qenë fare në shkollë. Nuk e shkon shkolla? Ku shkove të mja pasru shtëpin e Ramizovetve, erdhi te Zabarie e tha se po do mi pasru të pijat edhe krajt shtëpin. Cila te Zabarie? Ajo bre gjyshe, ajo që ka shtëpin e kryet ma halëson, apo të kujtohet? Ha, po. Ajo gruja trash me flot bardha. Po, që ajo. E qka të tha? Tha, po du me pastru të pijat edhe me fshi krajt shtëpin. Unë i thash, atë vjo nëse gjysha nuk mundet. Ajo tha, ani, hajde. Edhe ti shkova? Po, shkova dhe punova deri që tash. Mi dha 20 euro. Se bre qika gjyshës. Po ti e vogël, nuk mundesh. Mundem.
Ma mirë se te, bile. Tezja Baria më ka thonë, as kush më ka punu, ma mirë se te. Gjyshe. Prej sotit, kur thjerën ty me punu, unë shkoj. Po, a? E shkolla? Ti e lodh dhe je smut, nuk lo më korë me punu në për shpijat. Unë zave në caj. Nuk mund është ti, shpirti gjyshes. E vogël je hala. Unë di dhe mundem, Tezja Baria me ka mësuar. Se pari mbledh pluhurat, e marrë fshisen elektrike, i laje enët, dhe pasroj qka të ketë nevoj. Unë punoj me në teje. Sot ke gabu, po ta fali. Po majnë men, sa t'jam unë e gjallë. Ti shkollën me lonë kur jo. Po ti e lodh gjyshe, nuk mund është ma. Munde. E fort jam. Detyra jote është me mësu në shkollë dhe me kujdes për bardhin. A more vesh. Hajde ta shpam në drejkë, se bardhi është unë tu. Po ashtroj drejke njove dëve, se unë kom hongër të Tezja Baria. Që Tezja Baria javë ka që dy copa pite më kunguj. Gjyshe, as njani prej shokëve të bardhët nuk e kishte babën. Jo, Beneti e kishte babën, për nanën nuk e kishte. Këta që e kanë nanën e kanë ma let, apo gjyshe? A ju kom thonë mos me fol ma për këso pun? Manin men, edhe juve nana ka me ju këthy një dit. Hajde shtirë djallin mrena. Kjo gjithmonë po na mashtron, po na thotë se nana do të na kthehet një ditë. Apo më shten mrena, e shikojmë televizorin. Po veç dije sot më nuk qes jashtë.
Qamir, se sot s'ke bojnë operacion djallin? Se s'ke bojnë sot, sot s'mujnë me bojnë se nuk ka termin. Ai profesori i pranon vetëm 2-3 pacienta në ditë. E kanë lënë nesër e bën operacion djallin, në mëngjes, herët. Su mos vitë bëj? Qamir, ku mujnë me marrë ma shumë informata për atë grund, aja që nuk i kujtohet kur gjë. A me shku në qendra për zhdukun të luftës, apo në spital në psikiatrisë? Po, shkove këtu kjo është kjo qendra për ta të zhdukunit nga lufta. Që këtu është, s'është larë, këtu me njerë, si të shkesh fund të kë rruga, majta së të e aty është afer, ose më zhjit, i gjenë aty, pa probleme, afer është, shumë afer është. Moje poštovanje, kod nas uopće je daleka kad neko dođe kuća da časti burim. Prija. Hvala. Jala. A beshe sa mik prisa jena na. Këto që e përmenda ajo gruja, çka po duhet, pse po duhet? Nuk po di veç Amir, po gjithar po më kujtohet që qatë gruja këmë podi kanë. Kom një parandjen që po e njatë grupu është. E thash t'i pës që ata ku e kanë mora, ku e kanë gjetë, çka ka thonë kur ka është pari herave. Kom qëtë sa ma shumë informata me marrë për ta. Ja me, qyre ti shkosh, shko kur dush, risa dush, pyt qa dush, ka të breke, ka të ke. Bisedohe me ata. S'ku di bej, nuk bisedohe me ta. 4-5 ardeshat ta pës diçka, po më rike largë, më rike më këtë distancë, nuk ishtë që mu liru me folë. Nuk ma dha mundësin me pyt kur gjenë. Që do me bosat? S'ka në e parë planit. Të bardhe du me neqat, du mos i dhe rrët spitalit. Ku gjenë? Valaj, unë e sot jam shumë i zonë, nikom 100 punë i kom. 100 pacienta po më presin aty të spitali jam. Sa ta marrojmë këto dreka, unë e du me shku. Mira, po shimi më me sot? Nuk e di, mos e lidh me muja. Ti qyre shka të bardhe njerë. Edhe qyrim masane. Folim telefon. Pa mirë. Zoj, mirë dita. Bardh, erdha me të fotografu. Ta kesh për kujtim nga spitali. A kështë ndimu vetëm? Parë, letu pak, majnë pa shpirë, vetëm pak. Mjesha. Bardh, qesho pak bre? Qesho, qashtë? Edhe pak? Zoja kështë pas mundësi më ofru ma ofër Bardhit. Shumë kisha pas dëshira një fotografi me Bardh, vetëm atë pak. Për sot mjafton. Bardh, unë po shkoj tash, mi rregullu fotografit. Sot nuk kom kohë, s'muj me orë, do të vinë nesër mëngjes. Pse ku po shkon? Bardh, po shkoj ku mu taku me disa shok. Do të na i sjellësh edhe neve fotografit i shohim, ha? Po pa tjetër se do t'ja sjellë, për shka ju fotografova ne. Zojna, kish pas mundësi, dhe bisedojmë unë e ti diçka. Për çka me bisedu? Pa e shtu kotë. Kur të kthehemi unë edhe Bardhin në Prishtinë, apo vjen edhe ti me neve? Mos shvetna, nuk po folke shumë. A gjush, e pse me ardhë kjo në Prishtinë? Ashtu katë. Po ti Bardh, a kështë pas dëshirë që edhe ajo të vje me neve? Po, shumë. Mirë tash, mos u mërzit se shumë mirë i ki.
Ti nesër më gjas. Tuk bërë. Malo ćemo operisati sutra ujutro. Da. Doktore, jel možete da ostavite za preko sutra? Može, zašto? Pa treba da idem u Prištinu. Kad se vraća? Odmah se vraćam. Imam poslije 1 ili 2 sat, ne više. Ali treba, veoma mi je važno. Vidite, bilo bi dobro da ste i vi ovdje. Ja ću zamoliti profesora, ali zar je neophodno da danas idete za Prištinu? Jeste, veoma mi je važno. Molim te, zamolite profesora, nek me sačeka. Vidite, ja ću razgovarati s profesorom, ali zna to ne pita nikoga. Ne vjerujem da će vas čekati. Znam, ali u redu, doktor. Bilo kako bilo, ja treba da idem. Dobro. Hvala. Sretan put. Put za Prištinu, ne znaš? Na? Stup. Hvala mnogo. Hvala. Sutra malo ga operišem. Samo nemoj da mu kažeš ništa, uplašit će se, pa neće spavati celu noć. Molim te, budi s njim cijel dan. Večeru da mu damo ili možda... Da, neka večera. Sve neka teče normalno, kao i obično. Doktore, kakvi su mu izgledi? Dobri. Nadamo se najboljemu. Mnogo brineš za njega. Sana? Mirë dita. Mirë dita. Si je? Mirë. Ku gjyshe? Me siguri po flan brenda. Po flen? Po. Tasha? Po. Hajde shkoj. Gjyshe. Qëre kush na ka ardhë? Aprin, a pas ke ardha? Ljoke, a je mirë? Mirë. Tash jeva, duhet të kthehem me njerë. Se qka ka ndodhë? Ljoke, Është djali mirë, mos i ka ndodhë gjë. Ljoke, kur gjë nuk ka ndodhë. Djali është shumë mirë, unë ka marrë këto për një punë tjetër. Mos është djali keq, është djali gjallë. Ljoke, ndëgjam, djali është shumë mirë. Mjekët po besojnë se do të shërohet. Unë ka marrë këtu për një punë krejt tjetër dhe me do të kthehem Sarajevo me njerë, se në këto 2 ditë presim ta bëjmë operacion bardhen. Mirë, shka me bohun? Mi dhon krejt fotografi që i keni, të fatë mirit,
djalit, nusës, zonës. Po, kemi fotografi. Janë diku do fotografi, po. I kam unë edhe do të mjat kur kam qenë e vogël. Edhe do të nanës i kam, edhe do të babës. Bjermi, këtë fotografi që ka i keni, me njerë misil. E pse, shka po të duhen? Zona, a po shkon Ogjit mi abo një kafe? Në gjezët madha? A ki një kafe? Po, mërë kemi. Dje i kum blion 100 gram. Mira, thera, shko bën me një gjezët madhe, që ti shumë kafe, shiqer as një kokër. Qysh? A krejt pa sheqera? Pa sheqer, edhe mas i edhe një gotuj. Loke, kur ta kanë marrë nusën, së veti ka pas qika? Zana, po ish një vjetë e disa muj. Nashta një vjetë e gjys. Nusja, drita pa temrin? Po, drit. Fatmir edhe drita, a kam pas një profesion, me qka e në marë, qka kam punu ata? Qka po ju duhen këto tash? Edhe mësusi Skender, në veti njësoj. Jo bre Loke, po këta që po na jopin ndihma, me siguri kërkojnë mi pas të informata. Djali jem Fatmiri u kon inxhinier në Kishnic. E nusja drit ka punu si motër medicinale në spitalin e Ishnave. Motër medicinale? Spitalin e Ishnave? Po, spitalin e Ishnave. Qëtia zotit. E pse more çudia zotit? E ka marru shkollën e mesme të mjekësis edhe u punësu në spital. Po, e kuptoj. E faleminderit. A ti bë fotografit? Po, si në me njëherë. Loke, nusja drita, a e ka dikën prej familjes? Po mendoj prend, vllaznit, e ka dikën? Po, gjalli ka edhe nanë edhe bab. I ka edhe 2 vllazën, po ata i punojnë jashtë. Nona nusës vike kogja si shpesh, po tash e ka rallu se është smut e shkrejta. E ata po interesohen për nipat e vetë? Po interesohen. Po si thonë, larg syve, larg zemrës. Po që ditën, pse vllaznia e dritës mos me marë bardhen me dërgu diku në spital, më kujdes për të? A i vllavi vogël, sa u kon këtu, u ardhe ka marrë bardhin e ka qute disa doktor këtu në Prishtinë. Po, po. Faleminderit shumë. Loke, unë po i marrë këto fotografi dhe do t'i kthej të gjitha një me një. Ani, merrim ma si po t'duha. Unë do të shkaj tash. Jo, valla, s'po qosh pa pi kafin. Ule u pije maroj të kafe. Që shikit e shpia? Mirë janë. Nuk i kam pa fare, por jam dëgju me ta në telefon,
Po thonë që janë mirë. Bëni të falë, nëns. Nuk do të shkoj fare në shtëpi, do të udhtojmë një herë për Sarajevo. A në një herë? Një herë. Lope, shkova, do të shikmi. Mirë bosh. Zana, po vjen ti? Mirë. A Gjosh? Po? Ata shokët e bardhës nuk po na vinë ma. Nuk po vinë? Hajde, se vinë. Vinë ata, hajde tash. Shoh kujdes për gjyshin. Shko. A shkoj? Po, gjyshe shkoj. Zërë që mundet me bo gjë me këto fotografi. Gjyshe, kam bejt edhe pa kafe. A ta bëj edhe ty një? Jo me gjyshen. Sot du me pi qaj. Besa du me hongër buk me qaj edhe me djath. Oj, Loki. Hajde, Shef të kruna të sanë dhe shtë. Pse bre, Që e s'ke zona? ku atë Gjosh, ma bre birë, ma. Faleminderit. A e takova gjën e gentit? Ah, jo, nuk e takova sa e në Sarajevo. Jo, mërë sa ish këtu. Qëta shë përconë? Kush më ishte këtu? Afrimi ishte këtu, a? Po, vëlla. I mor krejt fotografit që i kemi edhe shkoj. Fotografit? Po çka po i duan fotografit? Se di, vëlla. Tha po i lipin këta të ndimave. Nuk është e mundur, mëre. Po unë myta ty e thirë në telefon. Sot dhe dje e ton ditën. E nuk po më lejmë rohet. Po më befasoni. Nuk po më lejmë rohet. Po çka tha? A e lana i porosi për mu? A jo, kur gjo. Veç tha që po niset për Sarajevo. Që ti, mëre? Mos lejmë rohet të onaj. Ishte për ngut. Tha bardhin e bojnë operacion këto ditë. Nejse, se e marrë ma vonë edhe njëherë. E të shka po thëtë. Po habite, more?